Në nëntor të vitit 2022, një punonjëse e shërbimit të Spitexit ka përvetësuar bijuteritë pronare së moshuar, ndërsa pastronte një apartament në rajonin e qytetit Arau. Kosovarja, lindur në vitin 1976, mësohet se nga komodina dhe kutia bijuterive të viktimës ka vjedhur 4 bizylyk, 3 brath dhe 2 gjerdan, një unaz martese, 6 unaza kishtash dhe 3 vëth. Të gjitha këto në vlerën prej gati 31.000 frangash. Këtë e ka vënë re viktima disa ditë më vonë dhe ka bërë kallëzim. Në maj të vitit 2024, gjykata e qarkut në Arau e kishte dënuar gruan me 8 muaj burgim me një periudhë prove me kusht prej 3 vjetësh për vjedhje si dhe një gjobë prej 3.000 frangash. Ajo tani duhet të paguajë edhe një dënim të mëparshëm për mashtrim të shumëfisht 6.000 franga për shkakun se nuk i është përmbajtur dënimi të atëhershëm me kusht. Kosovarja duhet po ashtu t'i rimbursoj viktimës edhe rreth 30.000 franga. Punonjësja e Spitexit u mbrojt kundër akuzës në gjykatën e lartë kantonale duke kërkuar një lirim, shkruan media zvicerane. Por këtë e bëri me argumente jo serioze, për shembull në lidhje me bizylikun e gdhendur që u gjet në një çantë dore në dhomën e saj gjatë kontrollit të shtëpisë. Gdhendja e emrit dhe datës bënte të qartë se Gjerdani i Arit i përkiste viktimës. Hajduqja e shpjegoi faktin që Gjerdani ishte me të si më poshtë. Nipi i saj atëherë 8 vjeçar e kishte gjetur Gjerdanin në dyshemen e spitalit kantonal Arau në vitin 2020 dhe e kishte futur në xhepin e xhaketës. Aty do të ketë qëndruar për 2 vjet dhe është larë disa herë para se e akuzuan. Sipas gjykatës më të lartë, ky është një pretendim i pabesueshëm mbrojtës që është plotësisht jashtë një perspektive të arsyeshme. Gjykata e lartë ka interpretuar gjithashtu faktin se 3.000 franga para të gatshme u gjetën gjatë kontrollit të shtëpisë dhe se akuzuara nuk kishte asnjë shpjegim të arsyeshëm për këtë. Ajo edhe në këtë rast kishte bërë justifikime naive, ndërsa gjykata vjen në përfundim se parat ishin pjesë të ardhurave nga shitja e bijuterive të vjedhura. Kjo mbështetet edhe nga fakti se bizylyku padyshim ishte i lëmuar, gdhendur kohët e fundit, ndoshta në përgatitje për një shitje, pjesa tjetër e bijuve nuk u gjet. Gjykata e lartë do të konsideronte të papërshtatshme një dënim me burg prej 2 vitesh, por për shkak se ankesa është paraqitur vetëm nga akuzuara dhe jo nga prokurori publik, këtu vlen ndalimi për përkeqësim të pozitës të dënuarit, prandaj edhe mbetet 8 muaj, përcjell Albinfo. E njëjta gjë vlen edhe për gjobën dhe ku gjoba e mëparshme bëhet e detyrueshme